Në Neptun Kosova, sot të bë hapja e madhe në Central Park, ku shumë qytetarë kanë pritur në radhë të gjata për të bërë blerjet e tyre të shumë pritura me super zbritje. Zbritja do të zgjasë vetëm 3 ditë deri të shtunën. Neptuni në Central Park është dyqani më i madh në nivel neptunësh, edhe ky referohen prezencës tonë në shtetet e tjera ku ne jemi, si Shqipëri, Maqedoni, Bosnia dhe Kosovë. Mbi 2000 metra katror, përtej një mjedisit kuruar në detaje, për pjesën vizuale, në këtë dyqan mundem me gjetë brende të reja, prurje të reja teknologjike, shërbime shtesë si zona eksperiencës, edhe shërbimi click and collect. Oferta fantastike, rratë të konsumatorëve sot e dëshmuan që pritshmëritë tona ishin të sakta. 3500 oferta, çmime speciale, zbritje deri në 60%, edhe 100 dhurata, të cilat në ndërkohë që flasim për shpërndarjen. Është partner i rëndësishëm pasi që është brand më i miri në Ballkan për teknologji dhe teknikë të bardhë, ku na nuk kemi pas të asnjë lloji këtu dhe kemi arrit me bo Neptunin më të madhin në Ballkan. Dhe blerësit nuk do të mjaftohen vetëm me blerjet e tyre, pasi tek dera i pret Durim Xhema duke bërë përzgjedhjen e disa kuponëve, nëse fitojnë apo jo, dhe do të marrin nga një dhuratë nga Neptun në këtë ditë të madhe të hapjes së Neptun në Central Park. E fituesi i parë ishte një fëmijë, një djalosh i vogël, i cili mori një fshesë të rrymës. Exoft.